Përshëndetje miq. Jemi me Madam Podcast çdo të martë, e kësaj të martë unë kam një musafire nga vendi jem. Nora Rugova, dramaturge, këngëtare, një vajzë mrekullueshme, tash është bë edhe nanë. Mirë se erdhe Nor. Mirë se u gjeta Gona, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi e jam ja. Kënaqësi e veçantë ishme pas përballë dikon që e ka mentalitetin tem. Unë të njoh ka shumë vite, po ti e rrit vërtet në një vajzë shumë stabile, edhe më pëlqen shumë energjia jote. Faleminderit shumë. Gjithsesi, gjatë rrugtimit ton, ti ke ardhe prej Malit Zi, prej Plavës, apo? Plavës, po, Plavës e Gusis, konkretisht prej fshatit Hakaj. Sa vjeç ke qenë kur ke ardhur në Prishtinë? Me njëherë mas shkollës mesme, në vitin 2006, bile kom llogarit para 2 ditëve që sa vjetë po bëhen 20 vjetë që unë veç jam zhvendosën në Prishtinë. Mirë, si duk Nora kur ka qenë në shkollë fillore, edhe ti ke kryer shkollën fillore atje? Shkollën fillore dhe të mesme, jam rrit atje, po. A ka pas shkollën gjuhën shqipe? Po, kemi pas shkollën gjuhën shqipe, shkollën fillore e kujtoj hala, e kemi pas një 2 kilometra për me ecën kam, dimnat në Plavën Gusi përpara janë kanë shumë të ranë, shumë borë ka pas. Jemi mbledh shumë fëmijë, kena ecë deri te shkolla. Prind nuk na kanë çuar, jena shkua vetë, jena kthye vetë. Masanej gjatë kohës kur kanë qel beharje, pemte, na fëmijët jena ushqyer prej pemëve të katunit, prej rrugëve, jena shkua të ngim një farforme të shtëpia. Po është shpeshherë kujtoj me shumë nostalgji dhe shumë emocione ato kohë se kur i nitash prind edhe vajzën teme kur është shoh edhe qatë shumë që preokupona si ko me qua, do me thonë shkolla e vajzës teme është shumë afër edhe ma i gajle si ko me qua vajzën është ta 20 metra larg prej banesës. E kur e menoj se si jena shkua na edhe jena kanë shumë të lumtun, shumë s'kena pas frikë si fëmijë, e kena dasht adrenalinën, besan atë kohë, gjatë kohës dimnit, dita është kurtua, jena zatet nështë edhe me noja rusht vogël, noj ujk, po krejt këto i kena kalua. Tash kur e bëja të krahasim me krahasimin tash, thëmë, na si prind nështë edhe na jena dopsua emocionalisht, jena nështë na që jena bo prind, po thëmë që nështë jena Jemi tu gabu, po mendon? Jemi tu gabu, po. Pak jena tu gabu, edhe jena... Thonë që kohët e vështira krijojnë njerëz të fortë. Po, edhe unë menoj që jam bo shumë e fortë. Masane shkolla e mesme ka dallua shumë, në shkollë të mesme kena pas sfida tjera, ka pas kuadër shumë të pak të profesorave shqiptar. Disa lana i kanë jepë besa edhe boshnjak, profesorat boshnjak, po mas shumë ti që e kujtoj është profesori gjuhës shqipe, se atëherë dashtë për me punua me plan program të ish Jugosllavis, edhe nuk o dashtë për me mësua për Skenderbeun, për herojt ton, për historinë shqiptare, o dashtë për mësua për pote edhe tjedin, edhe profesori na thëjke, nëse ju të vesin diçka, kujdestar të në koridora, diçka shka keni mësua, shka ju mësoj profesori gjuhës shqipe, thujni kena mësua për Knjaz Nikollën e për çka dija, na për kundrazi kena mësua krejt diçka tjetër. Gjithmonë kanë qenë profesorat ma të angazhuar me na sa ma pak popull, aq ma madhe ka qenë nevoja që mos me u asimilu. Është shumë interesant se në Malit Zi janë vetëm 3% të popullsisë përgjithshme shqiptar, edhe unë mendoj që shumë pak janë asimilu. Po flasë për shqiptar të Plavës e Gusis, po thuj se krejt Plava e Gusia janë me priardhje shqiptare, po janë asimilua janë bo disa boshnjak, po ata na që kena me të shqiptar jena shumë shqiptare. A ka edhe tjerë që janë asimilu këtu? Ka. Po në qëto vitet e fundit? Në këto vitet e fundit jo, po flasë
qakonie ma heret prej familjes për shembull të Jakub Ferrit. Ata tash janë të asimilum pothuajse gjithë, veç këta të afërmit e tina që janë në Prishtinë, ata e ruajnë hala historinë dhe traditën që janë shqiptarë. Kurse paraardhësit që jetojnë atje, ata janë të asimilum tash. Po disa janë të asimilum të familjes tina, masana Itali pashkusis. Gjithsesi po do me vetë si vajzë. Po. Në mentalitetin e atje ku je rritë ti. Po. A ka qenë vështirë? A ki pas shumë vajza në klasë? Po, jena kenë goxha dhe vajza, pothuajse krejt e kena pas për krahjen shumë të madhe prej prindërve tanë, po. Bile ma shumë kena pas shtytje për mu shkollua na vajzat, e kena pas një liri të caktume, se cila shtëpi menoj që ka pas protokolle dhe vazhdon me pas në familje që i njohun në plave ngusi shqiptare, që ka është një farë ligjit në familje, edhe që e trashigoj edhe une për vajzën teme në shtantartmen. Për shembull, rasti konkret për para korzot që i kena pas, unë e kom pas caktume, nuk e kom pas të nalun e qka me vesh si mu dok, prej babës teme dhe prej nanës teme, po e kom pas caktume kohën edhe orarin në sa për mu këthyre të shtëpia. Po, ato e kom pas edhe unë. Po, unë për shembull me muzikë jo marë, kom fillua në ansamblin, një ansambl e kena pas në Plavë Ngusi, Maja Karanfilit. Babi jam shumë sakrifikua me më qua, me më shty për para. Që me kënduti? Që mu marë me artin, me muzikën, edhe ja ka arrit. Masane i kena shkua në për shumë interesant është se mentaliteti i mbyllon, a i ka dashti me të bo artiste. Po. Është interesante kjo. Po, shumë kom pas shumë. Se zakonisht në për vendet vogla, me u marrë me artin vajzat, gjithmonë prindrit kajnë pas problem me këtë. Po, e kam pas atë problem, mos po thot dikush diçka, po fatmirësisht unë nuk e kom pas këtë problem prej prindve të mi. Për kundrazim kanë thonë, unë ndoshta e kom pas, pak t'imponu mos po thot, mos po thojnë, mos ase, mos këse, po mami e babi ma kanë hekat kompleks. Totalisht edhe më ka thonë ti graj për para, ti na kemë rapa ne. Ti erdhe me studiu, mës në këtu ke ardhë? Erdha po për Akademi të Arteve, artin dramatik, drejtimin e dramaturgjisë. Bile edhe që edhe këto pe ceki, erën e parë kur erdha në Prishtinë, kom ardhën në Prishtinë të doja për para si e vogël, po kena ardhë me 2-3 net edhe jena këty edhe unë nuk e kom njohë Prishtinë. Kur ju ardhëm Prishtinë, mu ka dogë që une këtu kom e hupë, këtu s'ka jetë për mua. Tu ardhë prej një vendit shumë të vogël, edhe e vrejti baba jam që une kom shumë stres panik. Tash, une u vendosa në konvikt, ditën e parë kur u vendosa, baba jam, kur se harroj, 1-2 herë ma ka bo gjiron, ka është rruga me shkua deri te akademia, e kena pika një kafe edhe prap jena këthyje dhe më ka thonë sa herë dush unë jam dispozicion të atin me t'i mësua rrugë të krejt Prishtinës. Edhe deri sa i kom mësua rrugë, deri sa jam ambientua, e kom pas pak problem masanej. Jo me venin mu ambientua, e kom pas problemin matë mu ambientua me njerës këtu në Kosovë, deri sa jam pranua, apo më kuptojnë, masanej e kom pas pak dialektin shumë të ranë. Nuk më kuptajshin çka po thua, mu dojke për me e mësua dialektin e tyne që për mu përshtat me rretin. Po që tash Prishtinën e kom venin dytë, po... është një farë vendi, Prishtina është një farë qyteti që, janë një farë qyteti, Prishtina është qyteti ku të gjithë shqiptarët nihin në shpit vetë. Është e pa mundën, unë s'kam një kërkon që në Prishtinë thotë nuk kam ujtë me gjithë vetën. Po, jo, asë. Është e pa mundën me ndodhë kjo, kështu që Prishtina vërtet i kemi bërë shumë edhe unë edhe ti besoj. Na andër e kena pas Prishtinën, faleminderit Kosovës që na i ka hapë dyert neve shqiptarëve të Malit Zi. Na gjithmonë e kena pas këtu qëllimin për me studiua edhe për me mu hapë, edhe na ka mirë prit shumë mirë. Nur, nëse e shef një mentalitet të femnës, kosovare edhe asaj të Malësisë ose të Malit Zi, a mundesh me bo në i dalim, edhe cili ishtë që i dalim që mas shumë ti vrehet?
Pe thëmë veç një. Hajtë thuj një. Nështë ta kom bo dalime që 20 vjetë e kom... Po, unë menoj që femna shqiptare, si tradit jena pothuajse të njëjta, po jena natë femnat e malit zi nështë ta jena pak drejt për drejta ma shumë në... Ma shumë se duhet, për thuj. Ma shumë se duhet, Ma po. shumë se duhet. E thojna fjallën me njëherë, nuk është që e sjellim ose shkojna pak rreth e rrotull, po e thojna që ato që e menojna me njëherë, aty për aty. Unë për shembull një dallim tjetër e kom vrejt. E kom vrejt për shembull që në Malzi, nëse një femën, shoqe klase, shoqe mahallës ose çka do që tjetë, dikush që nuk është pjesë e familjes, mirë po njifeni, nuk i pëlqen mënyra qysh jeton. Po. Ose ka para gjykime, ose ka gjykime, ose qysh do që tjetë, po ti nuk i pëlqen asaj, ose unë, ajo nuk të fletë. Nuk shoqënohet me ty edhe nuk rrin me ty. Kurse në Kosovë kom vrejt kundërtën. Bash atyne që nuk i pëlqen mënyra jote, të rrinë ngatë. Edhe tu mos të pëlqy, se kuptojsha, pse? Pse të rrinë ngatë kur nuk të pëlqen? E këtë sen e kom vrejt, a ki mujt mi vrejt e ti këtë sen? Po, e kom vrejt. E kom vrejt shumë herë, nuk është që s'jom sfidua edhe unë këtu e nuk jom sprovua me rreth shoqënisë, derisa e kom kryua një shoqënisë stabile. E kom vrejt, po. Po, e kom vrejt. Dhe në Malzi, për shembull, plakat tona, nëse nuk ju pëlqen diçka te na, ato ta thojnë pa problem. Pa problem. Në mënyrën ma banale të mundshme, ato ta thojnë, nuk ju intereson. Nuk din fort me të marrë me të mirë gjyshat tonë. Këtu, nëse do kësh, për shembull, para se me ardhën e të tim podcast, dikuj pëlqaj, dikuj si pëlqaj, po unë e di a do këna mirë apo jo. E bëj pyetje për shembull, a po do këna mirë, thot po, mirë po do kësh. Komplimentet rajshme. Komplimentet rajshme. A unë e kom të kundërtën, unë nëse bile një shoqe jam ja kur më pyet diçka për në i këshill, unë i thom jo, s'po më pëlqen. Po. Thot ti ma thot pa problem kitë sen, mu s'm ka ndodhë kështu. Ose kur e thirin telefon apo vjen me ardhë me mu dikun, po unë ja ceki se ku kom e shku, sa kom kohë për me kalu kom punën, thot mua alani dikush s'm ka thonë me ma cek sa pun ke ti, që a kom unë e kohë për mu marrë me ty ajo, faleminderit shumë, e vlerësoj shumë se mua kur s'm ka thonë dikush. Po, ka disa gjanat voglat e cilat... Për shembull, mua më ka ndodhur që, apo vjen me mua, për shembull, në Albi Mall, kom veç pak punë. Unë e kom met nështë 4 orë, të ladrua për që ato veç pak punë, koha jame. E unë e vlerësoj shumë kohën të shoqënia, ja u ceki shumë, dhe jena ma drejte për drejta. Unë e menoj. A në ka kushtu kjo nërë? A kushton kjo sinceritet ose kjo transparenca që madhe? A të ka kushtu njetë? Po. Më ka kushtua. Më ka kushtua se nuk më ka vlerësua edhe më ka keq interpretua edhe më ka dallashua. Ke vazhdu me majtë? Unë e vazhdoj për me e majtë. Sinceritetin edhe me kene drejt për drejt. Unë e vesh një sa me kom su gjatë jetës. Mos me folë kur së mvesin. Po, se ajo kishte marifet i madhe. Po. Mos me dhanë mendim pa ma kërku dikush. Ishte një gjashtë shumë e rëzashme me umësu një jetë se duke i dasht njerëzit rotull vetës edhe duke dasht me i pa mirë, unë s'paku kam marrë guximin me i këshilu, me aqë sa kam ditu në edhe që me dasht me i pa ma mirë. Edhe mësne e kam pa që jam keq kuptu, jam keq interpretu, mu ka vesh me xhelozi, mu ka vesh me smir, një tendencë fare e pastër edhe e pa sherr. A të ka ndodhur ty kjo? Po, shpesh herë. Edhe gradualisht une na kena bisedua edhe kështu që nështë edhe mësia më ka bo pak ma të tërhekune, për eruj vetëm, për eruj energjin për vajzën, për bashkëshortin, për nanën teme, mas shumëtit. Se edhe pse janë numër shumë pak, lypin shumë
energji se na flasim shumë me njani tjetrin dhe jam ka e kursej vetëm. Njejtë si kur jo Antigon, nëse nuk më lyp dikush në i mendim ose në i këshill, nuk foli as pak. E uli kryet edhe bana që s'po një gjaj as pak. Jena të folë për familja gjithsesi që kërkon edhe inshallah o Zot po i kthehemi familjes, sepse na si popull pak sikur se kemi deviju edhe ja kena dhënë vlerat çka diun karrierës, çka diun jetës publike, çka diun shetërisë, daljeve, ma tepër se sa përpara nuk ka ekzistu një non që nuk ka përgatit drek, edhe pse aja ka qenë në punë. E kurse sot i kemi në mas gratë të cilat nuk përgatisin drek, sepse janë në punë. Kjo ka pak të bajnë edhe me orarin e punës që zgjatën, po ka të bajnë pak edhe me mënyrën që e kemi ndërru tjetesës. Gjithsesi, para se të flasim për martesën edhe për benefitet që i bjen ajo, po du me të vetë të ke kalu dhe një divorc, edhe po du me të vetë si e ke përjetu divorcin edhe si e shef divorcin si proces. A është divorci një mbytje e ëndrave, a është një shtys për përpara? Unë mendoj që divorcet, sidomos në kohën e fundit, janë shumë të shpeshta fatkeqësisht. Divorcet, unë nuk jam pro divorceve, por nuk jam edhe për me durua, diçka që nuk mund është ti për me përballua. Kur e shet që vesh është ka shkanë në dëm se cilës palë, sidomos kur nuk kam fëmijë, mirë është për mi da rrugët. Po. Mua nuk është që më ka lanë shumë. Normal, çdo divorc nuk është i lehtë, po unë nuk kom lanë diçka mrapa, kështu që nuk e kom kthye kryet mrapa. Po te gruaja, te gratë në përgjithësi, si e shef? A e shef si një, se shpesh po i një të i thonë jam divorcu, shlirova. A është një lloj i rikonfirmimit vetvetes, apo është një mësim i cili të bën herës tjetër me u kujdes çka e të bo? Edhe unë mendoj që është një mësim që të bën herës tjetër për mu me u kujdes, po flas për suaza normale, për një femën që din me menu, din me vlerësu familjen, nuk po flas që po një raste të ndryshme që për kur gjohesh janë të nda, sidomos edhe me fëmijë, po flas në suazat normales për një femën që e don familjen, është një rrugë që ja hap vetës. Duron, ja hap rrugën vetës edhe i ndërton një karakter pak më të fortë dhe e din se çka ka me bë tutje. Unë mendoj që divorci... A ka ndiku në divorc edhe kjo pjesa që për shembull shumë veç për gjeneratës tonë sa njerëz jetojnë brenda trevave shqipfolse? A ka ndiku? Që kjo që ka ndalë shumë në diasporë, edhe kur janë kthy, ka ardhur me një tjetër mentalitet, ka ndiku në gratë të cilat kanë qenë brenda territoreve shqipfolse. Unë mendoj që përpara, edhe pse kanë jetuar jashtë, po flas tash për malzi, për plave, për gusi, divorcet hala janë shumë të pak, janë të rralla. Ndoshta edhe durojnë ma shumë se sa që duhet hatri fëmijëve. Ja u vlerësoj një farë forme, po një farë forme nuk e përkrahi. Gjithmonë është thik me deteha, se nuk... Ka pas tjashti që kanë ardhë verave, po menoj që shkaku kryesor i këtyne divorceve janë këto emisione që na kanë dalë neve, që po lobojna për divorce, mos me durua, nuk ma blejti një asin i këse, ajo tjetra e patë, pse unë se kam, që aty lindin problemet edhe rrjetet sociale, po menoj që shumë kanë ndikuar te femnat. Unë po mendoj se ka pak të bëjnë edhe me këtë pjesën që një pjesë e grave janë shpërngul në Evropë,
duke qenë mësne pjesë e një civilizimi tjetër, çfarë do civilizimi në të cilin ka shku ata e mbo pjesë, e ka pas një lloj interesi me prish familjen shqiptare, duke e pas ma let nëse prishet familja shqiptare me u asimilu. Edhe kena pa që shumica e martesave jashtë prishen. Pastaj ajo vjen i thot motrës vetën e zdëroj t'i dëron edhe ajo rritet. Po, ka pas ndikim. Ka pas ndikim familjar edhe për para. Nuk është që s'ka pas ndikim familjar, sidomos nanat ose motrat të motra ose të vajza, kam pas ndikim. Unë e kom durua më zduro ti. Po, ajo është, edhe kjo është. Unë e kom duru, po ti s'ke nevoj me durua qa kom durua une. Edhe kjo ka ndikua. Ka shumë faktor, unë menoj që vjen deri të divorci. Veç se unë apeloj që kush ka fëmijë, edhe nëse divorcohesh, tash po është edhe një problem tjetër, se divorcet po janë po dahen keq, po i përdorin fëmijët. Ajo është shumë keq. Shumë e keqe. Po i përdorin fëmijët për inatet e tyne dhe mosmarrveshjet e tyne. Fëmija nuk ka faj. Unë i thëmë qifteve kur janë në këta fazat e dhënimit, unë i kam kalu divorcet e mija, po si do që tjetën i thëmë, sa do kur për deri sa njëni tjetrin e kushtëzojnë me fëmijë, unë i thëmë ju duheni hala, provoni me qenë bashkë. Sepse gjithmonë kur ka inate, dhe deri sa ka inate në veti, unë mendoj që ka hala diçka që mundet me u rregullu. Si duket ty kjo? Po edhe unë mendoj që është një farë shkëndije aty. Ka met një farë shkëndije emocioneve të kalume, që kanë menua që rregullohet, po ka raste që nuk rregullohen. Ka palë që kanë fillua jetën e vetë, edhe fëmijë nuk mundesh për mi anal, as babës, as nanës. Ajo është në qoftë nana më e keqe në botë, ti duhesh mi aleju nanës, ose kundërta në qoftë baba më i keq në botë, ajo është baba i atij fëmije. Ti nuk ke asnjë të drejtë për mi anal fëmijën, babës për me takua fëmijën e vet. Unë e kam fëmijë, fatmirësisht burrin e kam very nice, që o dal njëna, po shumë okej. Po zot mos e bjerë, nëse vjen divorci, unë nuk muj për me janë ndalua burri tem fëmin, edhe me kënë krimineli maj madhe në bota, është fëmija i tina. Te ke zgjedh babën, jo fëmija. Unë e kom zgjedh babën, edhe fëmija duhet për me pa babën e vetë. Dhe unë apeloj në këto që fëmin mos t'i përdorin si vegla për inate edhe mos marrë veshje të rritunve. Tash ti e gëzon një martes të shëndosh, edhe e ke një vajzë, edhe burrin e ke poshtë për i mali zi, po? Po i mali zi është. Atë nimon kjo që e keni mentalitetin e njëjtë? Tash nështë po kallzona lokaliste, nuk po dua mu kallzua lokaliste, se s'jam lokaliste, po mua më ka nimua shumë. Më ka nimua shumë, se e kena njoft brez pas brezi që thojna familjen e njani tjetrit, edhe më ka nimua shumë mentaliteti familjes, e kom njoft paka shumë mentalitetin e familjes Artanit, njëjtë edhe aj, edhe pse ajo është i lindur në i rritur në Prishtinë, po pjesa tjetër e familjes tina o kenë 6 shtëpia larg prej shtëpisë teme. Kështu që po më ka nimua shumë, edhe unë jam falënderuese Zotit, që e kam një familje të shnosh, kena mirë kuptim, e kena një vajzë shumë të mirë, po dina me edukua, po dina me rrit, po menoj. Edhe tjetër gjatë ka është interesante në Malëzi, është që për shembull uratat, uresat, i kemi shumë më interesante. Edhe namt, edhe uresat, i kena namt ma, i kena trisht dridhët, të lkura kokër shohet, edhe uratat i kena ati për të mira. Kemi shumë ma shumë, për shembull, për festa, për gëzime, se cila festa ka urimin e vetë, mënyrën se si urohet. Në Kosovë kam pa e kajnë për hajrë për gjithë shka. Për hajrë fejesa, për hajrë martesa, për hajrë... Gjithë shka i kajnë me për hajrë. Me ba mu feju në lëqenë, thot i shala i pëlqenë ylli.
inshallah I pëlqen ylli që I ka bashku. Për kur të fejohen. Po. Kur të martohen, thojnë inshallah plakën bashk. Vëdin, kur të lind fëmi, thojnë, kur të lind qik, thojnë inshallah kemi jetë. Inshallah ka na fakën e mirë. Po, inshallah ka na fakën e mirë. Ose kur të lind djalë, thojnë, u bof një katon për ti. Ose kur dojnë me uru martesën, thojnë, për shembull, që ka diun fejesën, thojnë priç me I martu. Priç me martu, ose priç, gjyshëve thojnë priç me I bo dhondër. Këtu nuk I një këta uris, a ke vrejti këtë? Jo, së më ka ra, edhe une kur I uroj këtu shqiptarët e Kosovës, I uroj pak ma, për shembull, kur e merë lene ki e rezun, I thëmë, jo ma shpejt se jeta. Këtu se thojnë. Edhe nuk e kuptojnë edhe lypin mja u spjegu. I thëmë, jo ma shpejt se jeta, se duhet me pas kujdes. Kur blejnë shpi, e gëzofshi, e trashigofshi, brez pas brezi, I kena pak ma uratat ma... I kena ma kreative një familje. Edhe unë njëna mirë kur I thëmë këto urata. Po, edhe unë mundohem I kujtu atat vjetra gjysha jeme që I përdor, ke gjithmon I përdori, kam qef. Është mirë mës me harru. Gjithsesi edhe në me fol pak për karierën edhe pozitën e saj ose nevojën e se cilës gru me pas një karierë të vetën, sa ka vend karjera në jetën tona edhe a ka gjithmonë të njëjtin volum të nevojës? A kena gjithmonë të njëjtën dëshirë? Dëshirë me... Të une me të kallëzua drejtën, jo. Ti e dramaturge edhe normalisht ke nevoj për inspirim, për me mujtë me kriju diçka të re. Sa jem kena nejna, në Malzi, e kom pas dëshirën tepër nalt, vesh mu marrë me koncerte, me muzikë. Kur jem ardhë këtu, jem shkëput pak. Se akademia lypke shumë punë, shumë përkushtim. Edhe masanej nuk jom nalt prej karierës, prej muzikës në asnjë mënyrë. Verse jom mu ka zgjua ajo dëshira për me shkru shumë, me kriju personazhe, me thurr ngjarje. Edhe kam atë dëshira la, po nuk është gjithmonë vullneti I njëjtë. Unë me muzikë nështë atë isha përkushtua shumë, edhe unë kisha pas famë, po nuk është që kom vujt për famë, nuk është që më kalon shumë për shtypje fama. Ti ke pas një zë specifik gjithmonë, edhe mendoj që kishe mujt me qenë përimend në tregun e muzikor shumë e arritëm, po... Nuk është që kom punu shumë me vetën teme, edhe shpesher nështë edhe jam zhgënyu Antigona gjatë karjerës teme. Me ju kallëzua njerëzve që tash që une mirëna me muzikë, tash s'pëj llogaris vjetë e fëminis, po janë 26-7 vjetë që une jam e në skenë. Sa shpejt kalojnë vjetë. Po, edhe nuk është që ju kom e një paka shumë skenën, nuk është që unë jom shkëput krejtësisht, se non-stop jom marrë, non-stop. Hala mirë, na kom dasma, janë njerëz e mi, po thjesht jom shkëput, jom lodhë, kom thonë, qëtash po du me pauzu një 3 muaj ditë, po, edhe jom marrë me diçka tjetër. Nuk është që ju kom përkushtua non-stop me atë volumin që e kom pas. Tash, momentalisht, jam të e bo një album. Bravo. Jam të shkru tekstet vetë, vinë melodike vetë. Po menoj që tash ka me dalë se e kom dorë unë aty, edhe e kom një farë intuite që dash Zoti nuk më shgënjen, ka me dalë shumë e bukur. Vesh nëse unë japi shtytje për me reklamu, se unë veç e bëj edhe e loma sanej. Sikur me shfaqe që kena punu, e kam një regjisor që shumë e vlerësoj, edhe e patem bo një shfaqe shumë të mirë.
Edhe e laj. Premiera u jap një reprizë dhe e la. Pse la? I thësha, pse nuk është në repertoar? Jepi shpirt, japim shtytje. Shpesh herë thom edhe une, e bëj e lo. E qas që aty në YouTube, atër nuk këshyria, as nuk bëj busta, as nuk lëbëja, po ma bëna. Po, ta shpesho që na kemi nevoj për që ato, po. E momentalisht, tash ju kom përkushtua albumit. Albumi vesh është gati, vesh mu kënua, edhe mu gjirua video. Sa këngë ke, sa projekte? Janë një 9 këngë. A janë të gjitha treja? Të gjitha janë treja. Treja. Asnjë nuk është këngë e përpunume. Të gjitha janë treja, të gjitha i kom shkrua une dhe vinë melodike unë ja u kom bo. Po të njëjtën kohë jam të i shkrua dhe dy libra, drama konkretisht, me motivet anëstam. Inspirimi është prej atje, Plave Busis, po normal ndërtimin e karaktereve e kom bo une, dhe imaginat ka sa dushna dramaturg të kena këta të lejume, që munim për me jashtu personazhit edhe gjanat imaginative, po shpresoj që ka funi shkurtit dalin edhe jom të punu intensivisht. Ka fundi shkurtit dalin librat apo albumi? Po, librat. Albumi del, po menoj ka janari. Ma herët? Ma herët. Mirë shumë, a ke në njënën pikongëve të cilën e ke ma që ke punu ma me dashuri? Gjatë krejt karierës teme, po, kam këngë, është për shembull një këngë e luftës që e kom bo, mbi Kosovë Kreshnike, është edhe një këngë tash të funit vjetë që e bona për familjen Jashari, ka bo Korab Shaqiri shumë e bukur ka dalë. Këngë të dashnis diçka nuk është që më kanë unë ndëgjova një pjesë. Këngë që i veçoj mas shumëtit janë këngë të remix që i kena bo me Canin në atë kohë. Tash kur po i ndëgjoj ato remixat e mi dhe DJ Canit, po thom na kur i kena bo atë herë, tash po bohen edhe ato këngë i kom kështu shumë për qefi. Po ma për zemër janë këto që jam të i bo që tash. Unë ndëgjova një demo sa ishim të bo gati për me hi në emision edhe e poshtë që kështë kushtu një problemit madhë, një plagët madhë të shqiptarisë anë mbanë, po përgjithsi asajane, që është mërgimi, largimi njerëzve nga vendet. Ka nga me emocionoj shumë, edhe me nëzi po pres me dalin treg, se ishte vërtit një perle. Kënga... Nina Nana. Po, Nina Nana. Pe kallëzoj kështu si kam ka ardhë inspirimi është Nina Nana. Nështë ta njerëz nuk kanë me kuptua pse e kom shtiqit Ninull aty. Ka plot këngë Nina Nana, edhe i kom dëgju krejt, po nuk është mesazhi i njëjtë si kësaj kënge. Nanat shqiptare në malsore atje, e kom jap atë mesazhin që nuk dojnë mi hek prej djep, edhe pse janë të rritur, dojnë mi majt lidhun për atë vend. Ky është mesazhi. Po i kanë zgjidhë edhe toka tash i fol asaj nane që shtriu nanë, kishe hinën mu, se ti ke met veç me mua, me tokën, se ata ma nuk kthehen kur. Masanej është një këngë tjetër, a është edhe ma emocionuse, është për gratë e përdhunume në kohë të luftës. është goxha një mesazh i fortë, se këto gratë tona që janë përdhunua në kohë të luftës, sa ko marrë materiale dhe kom fol me një numër të vogël të ne, nuk kam pas përkrahje as prej bashkëshortit, as prej babës, as prej familjes, as prej fëmis. Ato jetojnë me një plagë hala, jetojnë si jetojnë, edhe thëmë po ta kishim pas që atë dashni prej familjes nështë ta kishim pas shumë ma letë. Ma letë për me përbalua që atë
Dhimbje të madhe. Traum qatë dhimbje të madhe. Edhe ajo është një këngë shumë që e vlerësoj. Po thëmë që këto këngë i kom shkrua vetë, edhe po i ndjej ma shumë edhe mezi po pres për me dalë. Mezi po pres me dalë albumi edhe kam qef me bo një promovim kismet kur të kryet e ja bojmë se cilës këngë një nga një. Shumë faleminderit. Sepse tematikat janë të natyrës me qenë komerciale, të kisha thonë i bojnë të gjithë, po me marrë guximin këtë shekull, me bo një album të tërë me tematikat edhe plakët kryesore të popullit tanë është vërtet guxim. Guxim sepse ti pedin që sot po kërkohet ma tepër diçka që është e shpejt, që del në TikTok edhe që ti veç njerëzit s'kajnë vëmendje ma shumë se 30 sekonda. Po të regoj drejt, unë bashkëpunoj hala me studio të ndryshme të producentave të ndryshme edhe kur më thirin për me bo këngë, për mi u shkru tekstin në i këngëtari tjetër, kur e shkrysha tekstin, jo Nur, ma shkurt. Ma thjesht. 2 fjali, nuk po dhezin mua këto këngë. Edhe së isha, pse adin, në hala nuk më isha me kuptua, po qatë të 2 fjallë, pesha edhe të fmit, të vajza jame ka të leju me një herë në javë, një ditë në javë telefonin, po ndikën që aja, 67, që të 2 fjallë, vërsh 2 fjallë për mu lidhë dhe për me ecë. Edhe kom thonë, okej, unë po shkruj si e lypin, është interes e 2 palve, po qa jam ka shty mas shumë tit për me bo një album për qift tamin, për mos me më thonë kërkush Nor e kete pru, Nor heke qëta, Nor heke qëta. Aha, me lijek fjalit ose me lijek. Po edhe kom thonë, Nor qëtash bën diçka për veti, që nuk ta prish kërkush, nuk të hek dikush diçka prej sajna. Për tekstit këngëtarëve tjerë, unë jo me hapë, unë ju shkruj si të është kërkesa, nuk është problem. Nuk është që dalin të këshia, po nuk është mua që unë përmbushin. Tekste pa tematik. Pse ke vendos me punu me epik ma tepër, pse Nur? Epiken gjithmonë e kom dasht. Malsort, në përgjithsi njerëz që janë rritë në për vende malore, nuk po flasë veç për shqiptar, e dojnë epiken. E kanë në gjakat epik. Vajbin e ke edhe në këndim të atë. Epik. E ke atë vajbin epik. Po, nuk muj me ndryshua. Nuk kom bo edhe këngë tjera në brana në albumit që kanë mesazh. Janë ma argëtuse në shta, për me thyje pak, monotonin e këtëne teksteve tjera, po prape kanë edhe ato një mesazh. E pse janë në shta ma ritmike krejt, po e ka një mesazh. Si mundesh me ja thonë dikuj të dua me këtë nivel epikës në këndimin tanë? Hajtë, këndoma një të dua në mënyrën tane. Se është shumë interesant se sa e sigurt është ajo epika jote. Të dua në gjallëse njerëzore apo? Po, gjallëse njerëzore. Të dua, sepse më nuk je, të dua, se ti u trete, të dua, për dashurin që nuk madhe, të dua, edhe pse me mua s'je. Veç kjo kështu momental që më Po, më pëlqen gjithmonë ka pëlqy mënyra se si ti e gjen gjithmonë mënyrën me qka do që t'jepet me bo me qit pak melmes tonën, pak normë rrëna asaj. S'muj me kjo dalë është originaliteti ytë, edhe unë përgëzoj për këtë punë. Faleminderit. Me kalimin e viteve, unë po thëmë na një fëmi moti, ti ke qenë ma e re, unë jam do vjetë para teje, edhe e kom pa një Nur që është rritë, është zhvillua, bonan, je sukseshme në atë që ka punan, je sigurt në atë që ka punan.
Edhe po të më të vetë, pjekuria ose këta vitet e mesme, sa ma shumë që po kalojmë, apo na i rritë muret rreth neve, apo po na i ullë. Jeta edhe problemet, edhe jo vetëm problemet individuale, problemet edhe të shtetit, edhe të popullit tonë, edhe të fëmijëve tonë, edhe të shoqënisë tonë, edhe tana ata ndikojnë. Po të me ditë, e rrethnorës, a është kriju një muri ma i nalt, apo Nora i ka ullë pa kato muret rreth vetës. Nora shkon të ndërtu, masane i shkon të e prish. Vetë. Vetë. Unë menoj që na me kalimin e kohës jena të e bo një farmurit, të e ngrit një farmurit. Jena të boa social? Po. Jena të dashtë mu mbrojt pak ma shumë, se edhe pak ma heret e thashën fillim që na si nana jena ma të ndishme. Shkollën e ka shumë afer, po unë e ma i gajle se si ko me qua vajzën deri aty. E pse unë mos me mësua vajzën me shkua vetë deri aty. Po. Për që ata po thëmë... Qka në ka bë kështu? Pse na bo ma të eger? Unë menoj që na kanë bë ma të eger, po flasë po kap na me një temë, nëse fëmijën e lëshon vetë me shkua në shkollë, ngasjet me vetura janë të rrezikshme. Pa kontroll. Ti je tu i gra një kirrit në lagje, 70-80 në orë, edhe ka kandë shumë, fëmija delt, edhe na e kena si prind ato që mos po i ndodh diçka fëmijës tonë. Po nana eme nështë se ka pas, edhe atëherë ka pas... Ka mujtë me dalë arusha. Ka mujtë me dalë arusha, si që na ka dalë. Po nuk e ka pas që kjo mua po më brengos pak. Që kjo po më brengos pak se edhe jom ka punoj me vetën, hala jom ka punoj, edhe nështë ti e nam vetë, tash nuk e di, vajza mi ka 6 vjetë. Unë mendoj që na ka hup besimin orë. Nana tona ka besu që Zotin arun. Po? Na tash po mendojmë që vetë muj mi kontrolu gjithë shka. Që kja, që po mendojmë që muj me kontrolu situatën, po na dëmton. Ka ndikua edhe kjo se kur po lexoj sane, se tash na pe kena hapsinën se cilin san për me bose për shembull kur ka ndodh një vrasje ose diçka për para, thëshim nuk ka ndodh kaq shumë vrasje. Unë e mendoj që nështë ka ndodh more, po nuk e kena pas informatën qaq shpejt për me marrë vesh që ka ndodh qaj vrasje. O dash shumë kohë me kalua për me marrë vesh që dikush o vra në Kosovë. Nana me ma mirë i din rastet në Kosovë që në të ndodhë se sa une që jetoj në Kosovë. Po, se i lezon lajmet ma mirë. Po, sa jo ka ko, une ja u kom bo krejt lajmeve kështu portaleve i kom hek, se po ndikojnë shumë të une. Dhe i thëm ti nana eme ka, po thët unë para se me ra me flajt krejt i lezoj, ka ndodhë kjo, ka ndodhë ajo. Edhe po menoj që informata e shpejt, edhe ka ndikua kjo të na. Në ka bo ma frikecak. Po. Masane i kur lexoj se cili sen ose veprim i një fëmije ose ti një gjeri që është ndodhë që tash, fajin kryesore ka prindi. Se prindi ka fajet. Pse po menon që prindi ka fajet në? Unë nuk e menoj ashtu. Po shoh komente të ndryshme dhe shumica e njerëzve që i kritikojnë prindrit. E vërtet është që gjykohen prindrit. Shumë. Po është një mendim i jemi, për shembull, na nuk lindim, ne kërkosh nuk na mëson qysh duhet mu kon prind. Jo. Qysh je, prindrit tonë kanë pas fare tjera rregulla me neve, na ma nuk mujmë mi majt ato rregulla të cilët i kanë pas prindrit tonë se sot është tjetër kohë. Po. Po neve në ndërkohë kërkosh nuk ka mësu këtë variantën tjetër qysh është mu kon prind në një mënyrë tjetër. Edhe na bashkë me fëmijët e tonë, gjatë rritjes tyre edhe zhvillimit tonë si karaktere, shkojmë në për një rrugë të pa njoftën, duke mundu me kriju një raport prinderor, duke u përpjek me u përshtat me kohën që po jetojmë, me mundësi që na i jep koha, duke mendu më të mirën për fëmijët e tonë, po duhet me na gjyku nëse
A duhet me na gjyku nëse s'kemi ditë më mirë? Jo. Për atë po thëmë që prindrimi është zanati më i vështiri që ta jep jeta. Mua mund dikush me më gjykua, po dikush, shumë kush nuk e din që Nora o shkua në një librari të qytetit edhe o mush libra, se unë kur njëtë s'kom lexua libra psikologjik, unë jam kanë lexu se krejt një frymes tjetër, dhe jam shkua e mush me libra psikologjik, si të jesh prindimir, si të rreq fëmijët, si ti mbrojsh nga teknologjia, lexo, po kur gjo diçka nuk është që ndoshta kom marrë në i veprema diçka, po jo diçka se krejt kanë ra poshtë, e kom vreqe. Kërkesa. Karakteri fëmis dallon. Karakteri fëmis dallon edhe prindrimi nuk mësohet, nuk ka rregulla. Jo. Nuk ka rregulla sepse unë i kam rrit 3 edhe asnjëri nuk është njëjtë. Jo dhe, edhe kom thonë Nora ato libra veç, okej, i kom lexua, po nuk është që më kanë krye punë shumë. Më shumë të kryjmë punë këshillat e nanës dhe gjyshes. Veç, po. Veç e gjenë mënyrën se si, edhe unë po munoj që veç me fëmijë duhet qetë për me folë, jo me i bërtit shumë. Unë të paktën jom bind me vajzën tame që ajo e do më vërqet. Qetë. Me qetë ajo se cilën direktive merë. Po janë ngritë e zanin a diçka, thot jo, edhe unë si prindi sajna që jam, thot s'ke të drejt me mbërtit. Opa, është shofmike. Nuk ke të drejt me mbërtit. Gjeneratat e reja janë shumë interesante. Edhe mësusesi thot, ti s'ke të drejt me mbërtit, veç mami jam, a mu më thot, ti s'ke të drejt. Unë po menoj që fëmit veç duhet me ditë për me punua me ta, asnjë prind nuk është i keq, asnjëherë. Duhet me ja respektu karakterin, edhe fëmijët. Të paktën duhesh me ja respektu. Nor, faleminderit që ishe pjesë e imja, pjesë e këtij emisioni. Faleminderit shumë. Dash Zoti shihem prapë. Po, kismet, po mendoj që të keme bo albumin edhe 2 librat e tuam, të cilat s'na i kallzove emnat. Nuk do mi zbulu ala. Jo, emnat janë është Tingulli i Çekanit edhe Vaji i Nanës. Për këtë Vajin e Nanës ndoshta ndryshojën titull pak, se është goxha patetik. Po shkrua ka here, edhe tash jem ka e përpunoj. Ka gjasa që janë ndroj. A Tingullin i Çekanit, qaj titull është, qaj titull ka mu botua edhe qaq. Tingulli i Çekanit. Çka është të bo Çekani? është të jap një vendim. Okej. Mendova mos është të e pref shpatë. Ja. Okej. Nor, faleminderit. Miqtë e mi, ju e dini që unë edhe kjo bukuria jeme që më thoni s'po plakesh e s'po plakesh, është sepse unë e vizitoj Miliona Estetik, e cila tashmë i ka adresat e reja në fund të rrugës B, atje taj rrethi i fundit, kur të kaloni Royal Mallin, e shifni, po për me gjithë e keni makollaj, nëse e boni follow në Instagram, Miliona Estetik, edhe ato i merren gjitha informatat për të gjitha shërbimet, edhe për venin se ku janë, mos harroni, Miliona Estetik, follow. Kurse porosin timet për javshme e dini, dëbut me veten edhe shumë të kujdesshëm me të tjerët. Natër e mirë.